Nika në emra. Tash mësë më ka ikë dhe shka. Jo, nuk jem put. Nuk kam pas afërsi të njëjtë, nuk ka pas vepra, po ka pas veç përfshirje emocionale. Mendoj që të raporti i Limit me Dolce nuk ka pas shumë përfshirje emocionale. Unë për vetë mendoj, thash edhe djetë që ana emocionale për mendimin tem është një formë ma abuzuse të ratisë, sa që është puna fizike. Qysh ma let e shenë nëse e ka put, kur ka qeni pir, hajt e falë, diqysh. Po jo, veç me të put për para që aty për i natë, se për qëta në shtapë se na e kemi gjyku ma shumë Dolcen, ka qenë që këta 200 metra katror është shpia, kanë mujtë nëse Alba u kon jashtë, Dolce me Limin kanë mujtë me shku mu putë në dhomë gjume, po jo për para Albës me qëlem, po këta e kanë bo me qëlem, do me thonë dhe që kjo është dalimi, edhe pse nuk mundëm me krasu. Veç ta marim dhe mendimin e Pak me bujarit. shta ma e vërteta në krejt ato raporte ka qenë Dolce, në cilin do raport që e ka pas. Edhe ma e përdorën në të rast nga ana e Limit. Po prapë mendoj që ajo del fituse, qka më Limi për këti edicione, për pas që një lës ma tepër, për mendim të amin gjithmonë. Ku pëdalim? Dolce, në fakt e ka bu një reagim para 2-3 dite, e pysin a kime vazhdu kontakt me Limin edhe me Klodin, thot nuk merrna me burrat që merren me llafe. Qështu është përgjigja e Dolces që e ka. Përfshi këtu dhe Klodin? Përfshi, më falë, Edin edhe Limin, më falë nëse nga trova, se unë veç Klod Lëndre me Liona të folë, dikur se kryesisht në temë këta tre, mas bigut këta tre për vazhdim e qenë më aktualit. Do thot, ka vendosur mos merret as me Edin dhe as me... Limin për shkak se në burrat që merren me llafe, sipas Dolces. E kur jemi te reagimet në Instagram... Big Brother, pa kom burë që merresh me llafe, nuk kem Big Brother mas pari. Pa edhe burrat merren me llafe? Po, dhe është normale. Drejt merren me llafe, bile ma shumë se gratë. Kështë kundërshtu, po s'jom njëri adekuat me kundërshtu, se puna e më shumë qërë pun të halkët. Po pra, në mos e gazetarve. Për ndryshë që kërimi të reagimet e Instagram, sepse përmënej që kjo është për momentin që ka përna ofrojnë ish banorët, nuk është që kemi mundësim në i pa me na intervjisu se me diçka tjetër, dhe sa të vjen pas Big Brother të pramten, e mas nej pa tjetër që kemi pas rend edhe brenda shpis Langësos për në emisionin ton. Hygirta e ka bo 3 reagimet të ndryshme që lidhen pa tjetër me Elionën. E para është ka qenë viralin një deklarat, kur Hygirta në finale thot që nana e vetë i ka thonë erdha dhe së të lash jetime. Edhe në atë prezencë në atë avëllin, kur e ka thonë Hygirta këtë qashtje, Eliona ka qenë afër saj dhe kanë qenë ndjekësit që i kanë thonë është e ndishme me thonë fjallin jetime para Elionës. Për ndër të tjera, Hygirta e ka sharu dhe ka thonë që në asnjë mënyrë nuk ka dasht me e ofendu ose me bo mundi ka që Elionën, po veç nuk e ka mendu në qato momente me njëherë për qatë punë. Është njëjta si kur Benita në fillim që i ka thonë, nuk tërë mamja që ka pas fjallin për një banore, edhe këtë ju kanë gjujtë krejtë. Kërkush nuk e thotë, kërkush su konë këtë edicion qatë që i poshtën me lutë ma të canë. U konë dikush po pas ke haru. Sa kështë të pyta, e sigur. U konë dikush po pas ke haru. Diski nana, në është apo... E dim paka shumë labinot Aje mërë që ka meritoja nuk dikush. Që që dhena s'ma u cekë mo. Sigurisht që gjdo fjall i dhem dikujt tjetër, ndoshta edhe me doshe. Shumë normale është, po jo me qëllem, s'paku jo. Kjo mbile ka qenë ma edukume, ma e përmbajtur një gjitha, qa ka pas, ka pas. Shumë e vërtet është jam. Me një karierë shumë gjatë televizive, një ftyrë publike. Si më thanë në erdha s'ka shqetime, pa e nëna vetë me nëzihetke, që ka shku. A me pa të emë në Rina, a e pe? Që sa më buni përshqipja emë në Rina. Ja kanë shkurtu. Pësa se ka Rina po? Po thanë, Rina, qaq mo. Po në Shqipëri edhe eksiston kjo. Vërtet se. Në Shqipëri kanë emë natë matë mirë. Ama ndër të tjera, Hygirta shumë shpesh e potencon dhe thot që ka me vazhdu shëshnin me Elionën, me lëndrimin dhe me Klodin dhe thot që i pret të tret në Tiranë, gjatë që është e mi, se e kena pas që me djemt ka pas raporte aty këtu ma të atësërume. E kemi edhe një tjetër reagim të Hygirtës, do e prezentosh Elin me Edionin. Edioni është nipi Hygirtës, për cilën kanë folë brenda shtëpisë dhe i ka thonë disa herë që t'ishe përshat me të, edhe Hygirta thot fatkesisht Edionin na qenë ka fejuar, por i them Elit, mos ju ndaj kismetit të parë. Që ndër të tjera, si pas meje, kjo është për këthe mos ju ndaj Klodit. Unë që ashtu për e shë. Se kismeti i parë, brenda shtëpis, para se më diskutu për Edionin, ka mujtë me qenë Klodi. Unë që ashtu për këtheva mes reshtash. Jo, me ndaj që kismeti e Elionës është një sukses i pa parë, besoj hitë që ka me qenë njoni për gjemëve të Big Brotherit. Por nuk shetë diçka të vërtit mes Elionës e mes Klodit? Jo, as pak. Me njëjtë që Eliona meriton shumë a shumë, është e re, një talë më përpara, nuk e meriton asë njoni për gjemëve në Big Brother. Në atë sa e kom pa. Bravo.
sepse Kërkush ka që jetën meriton ata përpara. djem, ata djem që hinë, dalin, një kesh në lidhje, më drejnë djenja në i knej, i bjen që ku të shtesh ka 3 muaj, ata kanë më ndru prap. Shka lidhje ta man serioze dhe që e dënë dikon, nuk futet në Big Brother, ose futet edhe prezenton konstant në gjithdo prime, në gjithdo surpriz. Tashëm the, jo kontrata